Allahun e falenderojmë, paqja qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë të drejtë. Allahu madhëshëm thot në Kur'anin e tij famlar, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Me të vërtet, në krijimin e qiejve dhe të tokës ka argumente për zotët e mendjes. Dhe dersi ligjërata jonë e radhës ka të bëjmë me citat zotët e mendjes, që përmenden këta jetë me ulil albab, të zotët e mendjes. Kush janë të zotët e mendjes? Kush janë ata të cilët studiojnë tokën dhe qiellin? Kush janë ata të cilët e studiojnë edhe vetë krijimin e tyre? Se si Allahu e krijoi njeriu, khalaqal insan. Pra Allahu është krijuesi i njeriu. E krijoi njeriu. E dalloi nga gjitha gjallësat. Sigurisht, këta ulil albab, mufessirin kur e kanë komentuar, janë thelbi apo ajka. Ibrahim Dalliu ka shkruar një vepër shumë interesante. Ajka e kuptimeve kuranore. Pra ajka, thelbi, esenca të kuptimit të Islamit, esenca të kuptimit të Kuranit, esenca të kuptimit të shkencës. Dhe sigurisht shpeshherë në biseda sipër me njerëz të ndryshëm që nuk kanë njohuri rreth Kuranit, paragjykojnë dhe thonë se Kurani se nuk ka shkencë në ta, po në realitet, nëse shikoni Kuranin, pete aja, dete zhëja, kini ligje, kini shkencë, kini lloj-lloj dispozitash që parashtrohen aty. Ulil albab të zotët e mendjes janë ata të cilët studiuan universin, studiuan tokën dhe qiellin. Ishin pra ata të cilët bën operacionin e parë të syrit. Ishin ata që bën fluturimet e para në qiell. Ishin ata që bën udhëtimet e para në tokë. Ishin besimtar dhe njoftën Allahun dhe hecën në konturet e fundamenteve kuranore. Hecën pra në hekurudhën e drejtë, në trenin i cili ishte i mbushur me plot dije dhe margaritar. Hecën këtë rrugë Sirat al-Mustaqim, duke shfletuar në për biblioteka, në për librari, duke nenjur edhe në minare. Thuhet se Ibn Sina shpesh herë qëndronte pasi falte namazin e sabahut, qëndronte në minare duke pritur dritën edhe ai merrte ato rrezet e namazit të sabahut duke shkruar, duke lexuar, duke studiuar, për të përhap librat e tij dhe për të përhap diturinë anë e kënd të botës. Këta ulil albab aq shumë punun dhe shkruan dhe studiun dhe lanë vepra praktike, sa që edhe sot në katedrat e Oxfordit dhe Harvardit mësohet Islamic Civilization, civilizimi islam. Nëse shkoni për shembull në libarinë më të madhe, që i ka rreth 116 milion ekzemplar, është katedra e veçantë e Renesansës islame, që i solli gjithë Evropës në ndryshim iluminim, në fushat e ndryshme të diturisë, të vetdijes së lartë. Vetdije shumë e lartë për kohën. Atëherë quhet mesjeta e errët, por tek muslimanët nuk ishte e errët, ishte e ngritur. Dhe sigurisht pra ulil albab, të zotët e mendjes dhe ibadus salihin, ata pra vepërmirt do ta trashëgojnë tokën. Kur këto binome, këto prizme përputhen me njëra tjetrën, puqen me njëra tjetrën, dhe koordinohen pra mes njëra tjetrës. Pra morali 1, dia 2, thelbi kuptimi gjërave 3. Nëse këto trija përputhen me njëra tjetrën, bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe shkrihen në njëra tjetrën, do të kemi një individ të kompletuar,
që do t'i jap bereqet dhe sukses gjithë shoqërisë. Njeri i kompletuar siç ishte Muhamedi alayhis salam. Dhe unë nuk di në civilizim, ndonjëherë që ka pas në civilizim apo në shtet që është udhëheq nga budallënjtë dhe të padijshmit. Gjithmonë të dijshmit kanë udhëhequr dhe kanë drejtuar busullën ka e mbara. Kanë drejtuar ka dia, ka lapsi, ka shkrimi, ka edukimi, arsimi, etika, dhe kanë lënë gjurmë në ecjajakët e tyre kohore. Prandaj Allahu betun kohën dhe tha walasër, pasha kohën. Dhe fitimi i këtyne ulil albab ishte fitim në kohë. Ata shfrytzuan kohën në hajr, sepse e tërë çështja e mu'minit është hajr. Dhe vetëm atij i takon. Walaysa dhalika li ahadin ila almu'min. Vetëm atij pra i takon ky hajr. Dhe kjo begati e cila është mirësi për çdo njeri. Ulil albab, pra të zotët e mendjes, janë ata të cilët thrasin në fjalën ikra, me lexu, me studiu. Janë ata të cilët thrasin me dallue të vërtetën nga e kota, me kanë pra furkan, me kanë dalluesis vërtetës nga e kota. Ulil albab janë ata të cilët merren me zhvillim, me edukim. Ulil albab janë ata të cilët hulumtojnë në horizonte, por në vetët e tyre. Senurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Pra në vetët e tyre shohin madhështinë e Allahut. Dersi joni i radhës ka të bëjë mbi sigurinë në Islam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në lidhje me këtë çështje ka thënë: El-muslimu man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Pra musliman i mirë, pra salihin i shëndosh dhe salim i shëndosh, është ai nga dora dhe gjuha e të cilit janë të sigurt besimtarët, muslimant. Pra janë të sigurt nga dora dhe gjuha e tij. Pastaj Allahu në Kur'anin e tij famlart ka thonë: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos shkatroni në tokë përderisa unë kam vënë qetësi, siguri e kujdibër. Pasiguria shkakton kaos. Siguria shkakton mirëqenie, sjell mirëqenie. Stabiliteti është gjëja e cila pra i shërben njerëzimit. Allahu nuk e dën një popull zullumqar, shkatrimtar. Inna Allaha la yuhibbu adh-dhalimun. Pra Allahu nuk i dën zullumqart, ata të cilët bëjnë destabilizim në tokë, shkatrim. Për shembull, ju keni rastin e Dhulkarnejnit me Yejujët dhe Mejujët. Kur ata ju drejtuan Dhulkarnejnit, yasaluna ka'ni Dhulkarnejn, pra të pyesin ty për Dhulkarnejnin, kështu fillon pranë kapitullin e Al-Kahf çështja e Dhulkarnejnit. Dhulkarnejni pra thuhet që ju rrok një aso mundësie dhe shkoi në një vend ku do thot ishte një popull që i bëhej azab pe një populli, i bëhej pra mundohej ai popull pe tyne dhe ju bëhej pra dhullëm, pa drejtësi. Dhe sigurisht ky dhullëm, kjo pa drejtësi e madhe kishte kaluar çdo kufi dhe kishte humb sigurinë e këtyne ta quajmë qytetarëve apo këtyne banorëve të asaj të atyre kodrave, të atyre vendeve. Dhe kështu që ata kërkunin ndihmë pe Dhulkarnejnit që të mbaroj një pend apo një mur që të jetë ndarje mes tyre dhe atyre. Dhe Allahu ja mundsoi që Dhulkarnejni me bë këtë bllokesë, këtë mur dhe me pas siguri pra populli i dëmtuar në rastin konkret. Siguria është gjë madhore. Qytetari duhet jetë i sigurt në jetën e tij të përditshme, të mos jetojë me frikë, me panik. Në një vend që ka besim te Zoti dhe njerëzit e duan Zotin dhe i friksohen Zotit, mund t'i lanë pa problem gjitha dyert çel. Mund të dalin kudo, të hesin lirshëm dhe të mos kenë asnjë lloj frike
se dikush do t'i godas, apo do t'i qelloj, apo do t'i vjedh, apo do t'i godas, apo do t'i shaj, do t'i ofendoj e tjerë. Siguria është gjë e madhe, sepse Allahu pra na mësoi se na duhet jemi musliman paqësor, të përshëndetim me selam, por të praktikojmë këtë selam. Fjala selam është vetë paqe pra. Paqja, stabiliteti, harmonia, siguria duhet të ekzistojë në çdo fshat, në çdo qytet, në çdo familje. Wallahi nuk kena me hinë xhenet nëse nuk janë të sigur njerëzit nga ne. Sepse njerëzit donë siguri, donë qetësi shpirtërore, donë harmoni ndaj mes njëri tjetrit. Nuk donë parregullsina, nuk donë gjaqe dhe luftra. Dhe larg luftrave dhe gjaqeve, larg urrëties ndaj njëri tjetrit. Sepse Allahu na mëson pra në Kur'an dhe thotë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Pra, urdhnon pra i madhi Allah që të kemi pra mirësi, e devotshmëri, e harmoni me njëri tjetrin, e siguri, e stabilitet, e mirësi. E jo urrëtie, përçamje, ndasi, luftra dhe gjaqe. Jo luftrave, po sigurisë, po qetësisë, po ekuilibrit dhe harmonisë me njëri tjetrin. Prandaj, ajaban li amri al-mu'min, innama amruhu kulluhu al-khair wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. E habishme është puna e besimtarit, çdo gjë pe anë sti pritet vetëm mirësi, hajër, siguri, paqe, harmoni, stabilitet. Wallahi nuk është mu'min ai që shkatron dhe prish në tokë. Nuk është besimtar ai që e prish tokën, ai që shkatron pemt. Ju dini Bilal Habeshia kur lexoi në rastin e betejës të Bedrit tha: "Ne do të luftojmë ushtar në ushtar, po tha na nuk do të prishim sigurinë, na nuk do të shkatrojmë pemt, nuk do të mysim fëmijët, grashta, zana etj. Pra, qëllimi i çdo gjaje tek muslimani është me pas siguri. Muslimani duhet të jetë i sigurt për muslimanit. Por nga musliman duhet të jenë sigurt edhe jo muslimant. Sepse nuk është vetëm muslimani të jetë i sigurt, por edhe jo muslimani, por edhe ai që ka besim tjetër. Të gjithë duhet të jenë sigurt nga mendja jonë, nga dora jonë, të mos e dëmtojmë tjetrën. Pra, Islami ka ardhur me rregullu raportet e shkelësit dhe të shkelurit, dhe të shkelurit dhe shkelësit. Të dyja palëve pra. Shkelësit mi thanë mos shkel, dhe të shkelurit mi adhan të drejtat e veta mos mu shkel. Prandaj lutim Allahun xhaleshanuhu që të na falë neve të gjithëve inshallah. Desi joni radhës është përkushtim në rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Lidhe me këtë çështje i madhreshmi Allah ka thënë: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum." O ju të cilët keni besuar, që keni dhënë besë Allahut xhaleshanuhu, in tansurullah, ndihmoni Allahun. Pra që Allahu t'ju ndihmoj juve dhe t'u forcoj këmbët e juaja. Në këtë rast ndihma ndaj Allahut, normal se Allahu nuk ka nevojë për ndihmën tonë. Por ndihma në këtë rast është, siç thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, kush lufton që fjala e Zotit jetë më e larta, është në rrugën e Zotit të madhëruar. Prandaj përpjekja jonë është që të përkushtohemi në rrugën e Allahut xhaleshanuhu, ta përhapim të vërtetën, që të jemi të lirë dhe ta shijojmë të vërtetën dhe të ecim në të vërtetën. Të largojmë errësirën dhe të mbjellim dritën e Allahut, që është nurus samawati wal ard, që është dritë e qiellve dhe të tokës. Përkushtimi yt në rrugën e Allahut xhaleshanuhu duhet të fillojë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Në mëngjes dita e muslimanit fillon me faljen e namazit të sabahut, me dhikrin e mëngjesit. Pastaj vazhdon në punët e përditshme të jetës së tij. Pastaj vazhdon me namazin e drekës, namazin e kindis, akshamit dhe yatsis. E gjithë jeta e besimtarit është program, nuk është shkeleshka. Koha
përkushtohet në ibadete të ndryshme, si në punimin e fushës, punimin e arave, në zyre, në akademi, në shkollë, në mjekësi, në departamente, në institucione të ndryshme ku punojmë dhe jetojmë dhe gjallërojmë dhe frymojmë. Përkushtohemi në rrugën e Allahut xhaleshanehu, sepse besimtari muslimani kur e fillon edhe ushqimin e fillon me bismillah, pasi përfundon thot elhamdulillah. Ai përkushtohet edhe në familjen e tij për ushqimin e fëmijëve të tij. Saqë thuhet edhe ushqimi i fëmijëve të tij, por edhe ushqimi i bashkëshortes së tij është sevap shumë i madh. Siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ku Allahu ja jep dy vajza, kujdeset për to, ju ushqen ato, i rriti dhe i edukoj ato, verse e ka fituar xhenetin. Të përkushtuar në rrugën e Allahut duhet jemi që ta përhapim fjalën e Zotit me urtësi, butësi e matuni. Ta përhapim fjalën e Allahut xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu dhe të vjen ajo fitoria e madhe siç erdhi në çlirimin e Mekës, inna fatahna laka fathan mubina, që i boni Allahu me fitu me një fitore të madhe. Përkushtoju dhikrit, përmendjes Zotit, përkushtoju namazit, përkushtoju dhënjes së sadakas. Dhe dhënja sadakas nuk është vetëm në aspektin material, por edhe buzëqeshja është sadaka. Por edhe të ndihmosh njerëzit që të ngarkojnë në makina apo në kafshët e tyre pesha të rënda është sadaka. Çdo ditë që lind dielli është sadaka, ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Largimi një pengese për rrugë është sadaka. Është përkushtim ndaj Allahut të madhëruar. Është përkushtim ndaj Allahut të madhëruar edhe kur ndihmon nënën, kur ndihmon babain, kur ndihmon fëmijët e tu. Është përkushtim ndaj Allahut xhaleshanuhu kur ndihmon vatanin tënd, kur e pastron rrugën, cepin, anën, arën, kur e pastron shtëpinë tënde. Kur i ndihmon të varfrit, është përkushtim ndaj Allahut xhaleshanuhu. Kur i ndihmon jetimet, është përkushtim ndaj Allahut xhaleshanuhu. Kur i ndihmon studentët të shkollohen, të mësojnë, të arrijnë grada shkencore, që i ndihmon pra një njeri që i ndihmon talebet e ilmit, që ata të hecin në studimet e tyre, është përkushtim ndaj Allahut xhaleshanuhu. Të arrijmë të vërtetën, të arrijmë diturinë është përkushtim ndaj Allahut xhaleshanuhu. Sigurisht se një njeri i cili niset në rrugën e diturisë dhe vdes gjatë asaj rruge, vdes në gradën e shahidit, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, penda dietarit është më e vlefshme se gjaku i shahidit. Edhe kjo është përkushtim prandaj Allahut xhaleshanuhu. Të gjitha këto janë përkushtime ndaj Allahut xhaleshanuhu. Dhe thënia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur rasulullah është përkushtim ndaj Allahut xhaleshanuhu. Të gjitha këto janë përkushtim dhe dedikim vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu, krijuesit ton. E çka ka ai që ne të mos e adhurojmë atë kur dihet se ai na krijoi ne? Sikur ai djaloshi i cili hyri në xhennet, djaloshi i surës Yasin, dhe tha qila dkhulil jannati qala ya layta qaumin ya'lamun bima ghafar li rabbi waj'alni min al-mukramin. E çka mund që mos ta adhuroj Zotin i cili më krijoi, më fali dhe më nderoi me xhennetet e bukura të Allahut. Dhe Allahu inshallah na nderon dhe ne nga ky përkushtim që e bëjmë në rrugën e tij për me ngrit dritën e me largu errësirën, me sjell të vërtetën, me largu të pavërtetën, me sjell të mirën, me largu të keqen, me i bë bojkot asaj, me mbjell farën e mirë, që fëmijët tanë të edukohen me të mirë, që të largohen nga droga, prostitucioni, alkooli, narkomania, fjala keqe, thashethemet, gibeti. Pra kjo është përkushtim në rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Përkushtimi ynë në rrugën e Allahut xhaleshanuhu do t'i ndërtojë burrët tona me universitete, me medrese Jusufie, që Jusufi e ktheu burgun në medrese, në shkollë, në arsim edukim. Tema të cilën kam zgjedhur kësaj radhe është prej librit Gjurmë në udhën shpirtërore, botim i fundit nga librat e mi, dhe tema titullohet Musliman entuziast. Sigurisht se gjërat në jetë nuk duhet të merren me entuziazëm dhe duhet të merren me maturi, sepse Kurani zbriti për 23 vjet gradualisht, hap pas hapi, rregull pas rregulli, dispozit pas dispozite. Kështu që gjërat duhet të merren në mënyrë të pjekur dhe të matur. Në lidhje me këtë çështje, pra
Allahu thot në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. O ju të cilët keni besu, hynin këtë islam plotësisht. Prandaj kur pranohet islami, ky musliman që pranon islamin nuk e pranon me nxitim dhe me entuziazëm, por e pranon me këshilla, me argumente dhe në mënyrë graduale, duke i kuptuar gjërat avash avash. Dhe në mënyrë të avasht, por të thukt dhe me një akribi dhe një përpjekje sa më të përkushtume, por edhe me saktësi. Sigurisht se nuk bën ta teprojmë dhe t'i marrim gjërat në mënyrë të shpejtë dhe të nxitojmë. Erdhi një njeri tek Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe i tha: O i dërguar i Zotit, më këshillo. I tha i dërguari i Zotit: Mos u nxito. I tha: Më këshillo. I tha: Mos u nxito. I tha: Më këshillo. I tha: Mos u nxito. Dhe u kthy ky njeri dhe kuptoi se kishte gabuar, ishte nxituar. Dhe përmes kësaj i dërguari i Zotit i tregoi atij njeriu se kishte ardhur me eufori dhe entuziazëm për këshilla. Prandaj këshilla merret me maturi dhe qetësi. Sigurisht që ky islam ka rregulla dhe dispozita, rregulla të cilat merren në mënyrë të kadalshme, por edhe në mënyrë graduale dhe mesatare. Islami është fe e mesatarisë, nuk është fe e mundimit. Islami don t'u lehtësojë rrugën njerëzve ka xheneti. Dhe njerëzit ta kuptojnë realitetin të cilin e jetojnë çdo sekondë dhe çdo minutë. Pse e përmenda këtë temë? Unë kam pas rastin shpesh në takimet e mia me xhamate, por edhe në tribuna, në ligjërata, në qindra mira xhami. Kam pas rastin që me taku njerëz të cilët ka ardhur puna sa kanë hi aq me eufori në çështjet e islamit sa që kanë arritur të japin edhe ders, ndoshta ashtu ta quajmë me keqardhje, por kur ka ardhur puna, subhanallah, pas një periudhe shumë shkurtër, i kemi parë në për vendet të kupijet alkooli dhe duke rënë një gjendje shumë dëshpëruese. Domethënë, duke u tërheq komplet nga besimi i pastër, Allahu na ruaj. Prandaj duaja është e njoftur: Ja muqallibul qulub, thabbit qulubana ala dinik. O ti rrotulluesi zemrave, forconaj zemrat tona në islamin tonë të bukur. Prandaj ti marrim gjanat me maturi dhe me mençuri, e jo me entuziazëm, e me tragjedi, ta quajmë asaj, sepse kjo është një tragjedi, thënë të vërtetën, sepse ta pranosh të vërtetën, pastaj ti merresh gjërat me ngurt, e pastaj të biesh, është sikur puna e një boksiri në ring, i cili godet, por lodhet, pastaj kundërshtari me një të goditur e qet në knockout. Pra kjo është puna e islamit. Islami është shkencë, është mjeshtri, është matuni, është gjë e cila nuk do të thotë nuk është çaq sikur disa mendojnë se ashtu, por Islami është të merret me maturi dhe me mjeshtri. Islami është fe e librave, është fe e shkencës, është fe e argumentit. Islami është fe e cila studion ditë akademit më të larta, shikon moralin të individi, shikon shkencën, shikon dijen, do thonë është një ta quajmë një katërcipërisht shikohet në çdo dimension. Nuk shikohet vetëm në një kënd, por shikohet në shumë kënde. Shikohet edhe me ngjyrat dhe drejthijet e tij. Prandaj alhamdulillah që Allahu na ka mundsuar me kanë pjesëtar këtij umeti dhe me mbajt këtë besim të pastërt. Dhe me ja u trasu dhe të tjerëve, dhe të tjerët me kuptu këtë islam. Prandaj, një njeri që ka prek rezen ose ka prekur derën, nuk do të thotë që ka hapur derën. Por një njeri që ka hapur derën, nuk do të thotë që ka hyrë brenda. Do të thotë kjo është mirësia Allahu xhaleshanuhu. Prandaj, mos t'i marrim gjanat me ngut dhe të nxitohemi, sepse ai që nxitohet humbet shumë. Lidhje me këtë çështje, Allahu ka thënë në Kur'anin e tij famlar: Bismillahirrahmanirrahim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min a'mali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Me të vërtetë pra
falli, bixhozi, hedhja shigjetës, mishi i derrit, alkooli pra në këtë rast po ashtu, khamër që vjen me fjalën khamër, janë vepra të mallkumit shejtan. Dhe kështu që thot nëse largoheni prej tyre do të shpëtoni. Sigurisht do të shpëtojë ai njeri që largohet prej alkoolit. Alkooli është i dëmshëm për zemrën, për mëlçin, për trupin. Alkooli e deh mendjen. Vjen prej fjalës khamër, khamër do thot mbulim, me mbulu pra mos me pa me ditë me dallue të drejtën nga e pa drejta dhe me ditë me dallu gjanat. Mbulim me mbulesë të zezë, që mbulon edhe dritën e dallimit të gjërave. Sigurisht që alkooli është haram, është ndaluar si në pakicë si në shumicë. Siç thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, çka është ndaluar në pakicë është ndaluar dhe në shumicë. Sigurisht siç thot Muhamedi alayhi salatu wassalam se ai i cili e shet pra rrushin për të bërë alkool, si dhe ai që e vjel, si dhe ai që e fermenton, si dhe ai që e ban, e shkarkon dhe ndihmon në bërjen e alkoolit dhe në shpërndamin e tij, dhe ai që e pin, të gjithë marrin pjesë në këtë mëkat. Pse alkooli është ndaluar? Alkooli është ndaluar për shkak se e deh njeriu dhe e dëmton trupin e njeriu. Flitet në një gazetë gjermane se 2.5 milion njerëz në vit vdesin si shkak i alkoolit. Pse? Sepse si shkak i alkoolit bën shumë aksidente automobilistike. Zotëruna bën shumë aksidente në linjat rrugore, por edhe ajrore, por edhe në linjat detare. Pastaj njerëzit ja shkurtojnë jetën vetes duke pirë alkool edhe më shumë. Për shkak se ata vazhdimisht dëmtojnë gjën më të shtrenjtë që është melshia dhe zemra. Shkatrimi i melshisë sjell kancerin. Un kam pas rastin me dëgju disa herë dhe disa vdekje që kanë ndodhur në viset shqiptare nga njerëz që kanë konsumuar shumë alkoolin. Vdekje shumë të rënda dhe tragjike si shkak i pirjes së alkoolit. Dhe alkooli është shumë i dëmshëm për shëndetin dhe dëmtimi i shëndetit është përgjegjësi për Allahu xhaleshanu. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson se të kujdesemi pra për shëndetin përpara se të na vijë smundja. Mos ja lejojmë pra që të na vjen smundja. Sigurisht se dispozita e ardhjes së ndalimit të alkoolit ishte së pari Allahu tha që mos t'i afrohemi namazit kur jemi të dehur. Pastaj tha se është i ndaluar komplet pra alkooli. Sigurisht pra dehja e mendjes është me të vërtetë mëkat i madh. Sepse kur njeriu e deh mendjen, pastaj nuk din të logjikon dhe vepron gjëra të shëmtuara dhe të pista. Gjëra të cilat shkaktojnë trazira të mëdha nëpër tokë. Sigurisht nëse flitet për të kaluarën për shembull, për prohibicionin, për shembull në Amerikë që ka qenë shumë i njohur, prohibicioni, shumë grupe mafioze të cilat kanë përfituar kur është ndaluar një herë në ato vite është ndaluar, do të thotë është ndaluar alkooli në shekullin 20 diku aty parë, në fillimin e shekullit 20, është ndaluar alkooli nga shteti, nga institucionet sepse kishte filluar të pihet më të madhe dhe në Amerikë po shkaktoheshin vrasje nga bandat e ndryshme të gangsterëve, po bëheshin vrasje dhe tragjedi të mëdha pra në rrugët e Chicagos dhe në rrugët të New Yorkut dhe Bostonit, po bëheshin vrasje mëdha si shkak i pirjes tepër të alkoolit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmarrën një masë që me ndalu alkoolin dhe çka ndodhi pra ata ndaluan alkoolin për një kohë të gjatë dhe ajo ishte kohë shumë e suksesshme. Mirë po, bandat kriminale prapë filluan ta zbatojnë në mënyrë ilegale. Prandaj gjithmonë alkooli ka qenë dëm për shoqëritë ndryshme, dëm për njeriu.